Shpesh hasim tek njerëzit një lloj keq kuptimi, thonë se sunet është kjo, sunet edhe insiston. Ndërsa ajo është sunet vetëm nga një pikpamje, nga një këndvështrim, ndërsa suneti është edhe të kundërtën. Suneti është në aspektin e fikhut. Ajo që shpërblehet vepruesit nuk dëshkohet ajo që e le. Ndërsa vaxhibi është ka mundësi pjesë të sunet me kanë diçka që është vaxhib, që është obligim. Ashtu. E kanë për qëllim çdo gjë që kanë ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për fjalëve, për veprave, për miratimeve, prej cilësive morale apo edhe për shkrimit fizik. Kjo nuk kupton që ajo vepër apo fjalë nuk është e obliguar ose nuk është e urdhëruar me një urdhëresë të prerë, mirë po me një urdhëresë e cila nuk kupton që ai cili e vepron ato ka shpërlim, nëse nuk e vepron nuk ka ndëshkim. Ajetet kuranore shpesh herë me qenë rregullat përgjithshme. Për këtë arsye ka ardhur suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është sharruesi Kuranit, duke mësuar rreth mënyrës se ata na kanë përcjell hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë njeriu nuk ka asnjë dyshim, nuk mund të ketë asnjë dyshim rreth asaj nëse suneti është shpallur nga Allahu azza wa jalla dhe se Allahu azza wa jalla e ka ruajtur sunetin çish e ka ruajtur Kur'anin. Çish e ka ruajtur Kur'anin. Është hadith, domethënë është shkenca e vetme që edhe orientalistët e kanë pranuar që për shkenca më madhore që nuk ka ndodhur në histori të njerëzimit, me pak si shkenca që kanë në detaje më marrë me transmetues, me gjërat në detaje. Thonë qoftë edhe për një shprehje caktuar, domethënë kanë shkuar dhe kanë marrë udhime të gjata. Njerëzit kur flasin për sunetin, shpesh herë thonë e duan pejgamberin e sa. Cila është mënyra më e mirë që njeriu ta vërteton dashurinë që e ka ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, muslimani, besimtari, është ai i cili së pari, domethënë do të më thonë ai i cili më mundu me pas moralin si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo me kanë për aty në cilët domethënë për një çështje të vogël pastaj shpërthen ose fundon të tjerët. Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar vëllezër dhe motra, ju që e ndiqni podcastin ton Mexhlis. Sonte mysafire kemi hoxhën e nderuar doktor Muhammed Broja, i cili na vjen nga Mitrovica e bukur. Hoxhën e nderuar, mirë se vjen. Mirë se vjen. Faleminderit. Teja për cilën do të flasim, mendoj se je më i thirrur që të flasim rreth saj, nga se je edhe hafiz i Kuranit, po edhe njohës i mirë i sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dashëm pakës me fol për pozitën e sunetit, se si ta kuptojmë më mirë sunetin e pejgamberit alajhissalam dhe si ta bëjmë sunetin që të jetë faktor në ngritjen edhe në rimëkëmbjen e muslimanëve, të cilët sot fatkeqësisht kanë shumë probleme në aspektin e kuptimit të sunetit. Hoxhë nderuar, edhe një herë mirë se vjen në podcastin ton. Faleminderit shumë që na nderojnë prezencën tënde. Do të fillojmë me një pyetje e cila ka të bëjë si me fjalë të thjeshta, të përshtatshme për shikuesit tanë, do ta kishim përkufizuar termin sunet. Se dikush sunet e kupton atë sunetin që bëhet tek fëmijë, dikush e kupton sunet me i çu duart në namaz, dikush e kupton sunet me flet në krah të djathtë. Çka do me thonë sunetin në atë aspektin e përgjithshëm që të jetë i qartë dhe i kuptueshëm për popullatën tonë? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Suneti, varësisht prej konteksteve apo edhe prej lamive që njerëzit e studiojnë ato, mirë po ne do të përqendrohemi këtu në dy kuptime për me thjeshtu më shumë, për arsye se suneti tek dietarët e fikut e ka një kuptim, tek dietarët e usul fikut e ka një kuptim, tek dietarët e hadithit e ka një kuptim. Mirë po do ta përmendi më shumë një kuptim i cili është kuptim më i gjerë dhe citatet, tekstet nga Kurani dhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat kanë ardhur e kanë dhënë atë kuptim ose mundëm kur të lexojmë ato me e kuptuar në bazë të tyre se çka do të thonë. Për shembull hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin. Ka puni për sunetin tim dhe sunetin e 4 halifeve të drejtë. Ose hadithi tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni, ai i cili e braktis sunetin tim nuk është prej meje. Këtu hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kuptimi i këtyre është
domethënë kuptim ma gjithë përfshirës, e që ka kuptimin aja rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë në të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që përfshin këtu edhe besimin, edhe anën praktike, duke përfshi këtu çështje të ndryshme të ibadeteve, edhe të moralit, të shitblerjes, raporte ndërnjerëzore. Domethënë qofshin ato, domethënë këto çështjet e akides ose të çështjeve praktike, qofshin që janë vajib, apo edhe që janë sunnet, në atë aspektin këtu sunnet ose mustahab është, domethënë që është mirë me u bë, ai i cili i vepron ato ka problem, nëse nuk i vepron nuk ndëshkohet. Domethënë që ky është ai kuptimi ma gjithëpërfshirës dhe rruga apo praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi në çdo aspekt, në aspektin e besimit, në aspektin e raporteve ndërnjerëzore, në aspektin e adhurimeve, në aspektin e moralit. Të gjitha këto i përfshin. Po shpesh hasim tek njerëzit një lloj keq kuptimi, thonë se sunet është kjo, është sunet edhe insiston. Ndërsa ajo është sunet vetëm nga një pikpamje, nga një këndvështrim, ndërsa suneti është edhe të kundërtën. Për shembull, rastisim në situatë ku njeriu me një veprim të ndonjë suneti ndoshta bëhet shkak që të shkaktohet mosmarrveshje apo ndonjë konflikt mes njerëzve. Në këtë situatë sunet është me i bashku njerëzit, edhe nëse ai nuk kupton që për një moment të caktuar apo për një periudhë kohore ta lëm atë sunet që është sunet nga ajo që është faktikisht tradita e pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po, kjo është një çështje që dietarët kanë diskutuar dhe kanë përmend një sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk është sunet në atë aspektin e obligueshmërisë, po është një vepër e mirë që njeriu mundet me bëu ato, dhe cilin ka ardhur, domethënë nxitja për të në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në raste të caktuara, sunet është jo me lënë atë sunet, po me shtyja sunet ose me lënë pak më vonë derisa të jetë koha përshtatshme. Dhe këtu kemi edhe fjalë të ndryshme të dietarëve, megjithëse ndoshta nuk e di a vjen kjo më vonë apo jo, mirë po mundem me përmend një fjalë të Imam Ahmedit. Imam Ahmedi një herë thotë, ka një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se është sunet ose është mirë, është nafile, një fal 2 rekate ose edhe më shumë se 2 rekate para namazit të akşamit. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, ka hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, faluni para namazit të akşamit, para farzit të akşamit. Faluni para farzit të akşamit. Në fund ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam liman sha, për atë që dëshiron. Që do të thonë nuk është një gjë e tillë obligative. Mirë po, Imam Ahmedi pe fikut ti kur ka vërejt që në një xhami ose në disa xhami ku ka hi njerëzit nuk janë mësuar me këtë sunet, atëherë ka thënë nuk e praktikoj, edhe nuk e ka praktikuar sunet, që njerëzit edhe mos me e këshirë me sytë keq, po edhe me bashku njerëzit, me unifiku njerëzit, dhe kjo ka qenë pifikut të tina. Dhe me thonë, raset të tilla për shembull, tubimi ose uniteti muslimanëve është vajib. Tash, në qoftë se shkakton përçarje ndonjë sunet bërja ose veprimi i tij, atëherë lihet mos ta keq kuptojnë. Po, çashtu ose suneti është në aspektin e fikhut. Ajo që shpërblehet vepruesi nuk dëshkohet ai që e le. Ndërsa vajibi është ka mundsi pjesë të sunet me kanë diçka që është vajib, që është obligim. Ashtu. Për këtë arsye nashta po detyrohena më mirë edhe me sharu ato kontekstet ose fjalët e dietarëve të cilët e kanë përdor emrin sunet dhe domethënë bazë shkencave se cilat i kanë studiuar ata se cilët është përmend ai fjala sunet në ato shkenca, atëherë i kanë dhënë kuptimin e saktuar. Na përmendëm atë kuptimin e përgjithshëm që ka ardhur në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është edhe një kuptim që zakonisht dietarët e hadithit e kanë për qëllim ato, që me fjalën sunet, e cili është po ashtu sinonim me fjalës hadith, e kanë për qëllim çdo gjë që kanë ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për fjalëve, për veprave, për miratimeve, prej cilësive morale apo edhe për shkrimit fizik. Kjo është tek dietarët e hadithit. Ndërsa tek dietarët e fikut, ose në fik shpesh kur gjejmë që kjo është vajib ose që kjo është farz, kjo është sunet, atëherë shkurtimisht me thjeshtësu është që kjo nuk kupton që ajo vepër apo fjalë nuk është e obliguar ose nuk është e urdhëruar me një urdhëresë të prerë, mirë po me një urdhëresë e cila nuk kupton që ai i cili e vepron ato
ka shpërlim, në qoftë se nuk e vepron, nuk ka ndëshkim. Do të thonë mund është, do të thonë, sikur se ngritja e durve në namaz është sunet. Në qoftë se dikush nuk i ngrit durr në namaz, nuk merr ndëshkim. Mirë po, në qoftë se i ngrit durr në namaz, tash varësisht prej mëdhëve, mirë po, do të thonë tek të gjithë dietarët ngritja e durrë në namaz në tekbirin fillestar është sunet. Ky është domethënë tek dietarët e fikut, për këtë arsye edhe këtu mbasi që po përmenden disa terma, atëherë po detyrohemi me i sqaru. Me i sqaru që mos më do një keq kuptim. Edhe keq kuptim tek njerëzit, që domethënë se suneti është një term i cili kuptimi i cilit varet nga konotacioni që është përmend. Ashtu. Nëse është përmend nga aspekti i dietarëve të hadithit e ka këtë kuptim, nëse përmend nga aspekti dhe pikpamja e dietarëve të fikut e ka kuptimin tjetër, por këtë këto e ka një emër të përbashkët që quhen sunet, edhe varësisht nga mënyra se si e përdorim këtë fjalë edhe vjen kuptimi i saj tek njerëzit. Shpesh sot dëgjojmë për disa njerëz të cilët mjafton me Kur'anin. Deshta që shikuesve, vëllezërve dhe motra t'ua shpjegojmë pak se cila është pozita e sunetit në raport me Kur'anin. Dhe në çfarë aspekt suneti mund të llogaritet si një lloj plotësimi apo si një lloj i shpjeguesit të Kur'anit, të librit të Allahut subhanahu wa taala. Si rastisht pejgamberi sa shpallja e Kur'anit ka zgjat 23 vite. Edhe gjatë atyre 23 viteve prej tij i ka thënë shumë fjalë, ka bërë shumë veprime, ka bërë miratime dhe këtë janë këto pjesë të sunetit i cili është komplementar, apo përplotësohen mes veti së bashku me librin e Zotit Kur'anin famulart. Suneti në raport me Kur'anin, nëse bëni me thon kështu, do thonë është tri lloje, shkon kallëzu dietar. Do thonë suneti i cili vjen në përputhje të plot me Kur'anin. Çka do të thonë kjo? Kjo do të thonë se ka një lloj suneti i cili ndoshta jo i fjalë për fjalë ka ardhur si tekst, mirë po gati kuptimin e ka fjalë për fjalë. Sigur se që ka orë në ajeti kuranore wa aqimu salata wa atu zakah, falin në namazin dhe jepni zakatin. Në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e gjejmë një urdhër të tillë ose të ngjashëm me ta. Do të thonë për sikur se hadithi Abdullah ibn Omerit, edhe pse ndoshta teksti nuk është i njëjtë, mirë pa kuptimi kanë të njëjtë. Do të thonë Islami është ndërtuar në mbi 5 shtylla, një vetvina, do të thonë shahadeti, do të thonë falja namazit, agjerimi i Ramazanit, dhënia e zakatit dhe haxhi. Në këtë rast do të thonë falja namazit edhe dhënia e zakatit nuk është si ka ardhur në këtë hadith diçka shtesë ose diçka e cila nuk gjendet në Kur'an, po me të njëjtën shprehje ose me të kuptimin e njëjtë. Do të thonë në këtë rast suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mund të bie ose mund të vjen si diçka e cila është në përputhje me tekstet kuranore. Një lloj tjetër i sunetit është suneti i cili quhet suneti i cili e qartëson Kur'anin. Dhe shumica e sunetit është kësaj. Domethënë Kur'ani është libër i Allahut azza wa jall, me të cilën Allah azza wa jall i ka sfidu njerëzit e xhinët dhe është mu'jiz. Mu'jiz domethënë është tek ne për të kthehet domethënë si mrekulli, mirë po kuptimi i fjalës i'jaz është që domethënë ban tjetrin që me koni pa oftë. Domethënë i tjetri është i pa oftë me ardh me një gjë të tillë. Tash kjo paftësia e njerëzve, megjithëse të njëjtat fjalë, të njëjta shprehje, edhe arabët e mëhershëm kanë pas ato elokiencën e tyre, retorikën e tyre, po megjithatë nuk kanë ardhur me diçka ose nuk kanë mujt me ardhur me diçka sikur se Kur'ani, që do të thotë se Kur'ani ajo çështja që është i mu'jiz, domethënë është mrekulli dhe të tjerët nuk mund të marrin me diçka sikur se ai. Tregon se shumë prej ajeteve kuranore janë domethënë në shoftë se shikojmë janë ajete të shkurta, mirë po me kuptime shumë të gjera, që për këtë arsye edhe në përkthime s'mundem ndoshta duhet disa vargje ose disa rreshta, disa fjali me shkruar rreth kuptimit të atyre ajeteve kuranore. Kjo ka bërë që ajetet kuranore shpesh herë me qenë rregulla të përgjithshme. Për këtë arsye ka ardhur suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është sharruesi Kuranit. Por është edhe një lloj suneti tjetër, i cili është sunet i cili ose dispozita të cilat nuk gjenden në Kur'an.
ka disa dispozita, ka disa rregulla, norma, të cilat kanë ardhur në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po që nuk gjenden në Kur'an. Dhe këtu megjithëse janë të pakta në numër, po megjithatë nuk vinë dash me ato që Kur'ani është suneti është sharues i Kur'ani për arsyes ose Kur'ani ka udhëzuar të kthehemi te suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra janë 3 lloje të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregon se shumë ajete të Kuranit nuk mundet me u kuptu edhe me u dit ai kuptimi i tyre i vërtet pa u kthyer te suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye Allah azza wa jalla në Kur'an thotë wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Dhe të kemi zbrit ty dhikrin, të kemi zbrit ty Kur'anin që ti t'u qartësoj pastaj ata që ka zbritur atyre. Dietar këtu thonë se është për qëllim me fjalën wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas që ti u qartësosh, domethënë që qartësosh ti Kur'anin nëpërmjet sunetit tënd, nëpërmjet fjalëve, veprave, miratimeve të tua. Kjo është qëllimi me këtë ajet kuranor. Po edhe ajetet e tjera ku Allah azza wa jalla urdhëron të kthehemi te suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që do të thotë se nuk mundet me kuptu Kur'anin në shumë raste, sigurisht për shembull, për me ilustru me shembull, numri i rekateve të namazit, forma e namazit, ato kohët e namazit, shumë veprimet e namazit, fjalë që ka thuar në namaz, nuk ka ardhur në Kur'an. Në Kur'an kanë ardhur ka shumë detaj po. Ka shumë detaje kanë ardhur në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye ai i cili dëshiron me praktiku ose me zbatu ata që ka gjendet në Kur'an, nuk mundet përveçse nëpërmjet sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu edhe zakati, edhe agjërimi, edhe haxhi, edhe shumë gjërave të tjera, të cilat kanë ardhur në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në formë të detajuara. Dhe suneti është një formë e shpalljes, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet nga hamendja, e ti për është asaj që i shpallet. Shumë njerëz sot shprehin dyshime në mënyrën se si është transmetuar Kurani deri tek ne. Ndërsa njerëzit që me të vërtetë studiojnë këtë lëmi, bindën se me të vërtetë është një lloj mrekullie se si muslimanët kanë biografi kaq të detajuara për transmetuesit të haditheve, ka se edhe kanë ndërmarrë udhëtime të gjata në vende të ndryshme për ta mësuar zinxhirin e transmetuesve. Si të kishmi përgjigjur atyre të cilët shprehin dyshime për senedin edhe për mënyrën se si është transmetuar hadithi deri tek ne, dhe pastaj ata e marrin si bazë për ta mohuar ndonjë hadith apo ndonjë sunet të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këto dyshime më shumë janë që domethënë vijnë nga njerëz të cilët nuk e kanë kuptuar se si është tubu, si është shkruar, si domethënë ka ardhur suneti deri tek ne. Mirë po një gjë që mundem me thonë fillimisht, të njëjtit transmetues që kanë transmetuar Kur'anin, janë ata të cilët kanë transmetuar edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne sot domethënë njerëzit e ndryshëm të cilët lexojnë Kur'an, e kanë senedin, e kanë vargun e transmetuesve prej tyre deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alaihi wasallam deri te Xhibrili nga Allah azza wa jall. Domethënë ai sened, ai varg i transmetuesve, me cilën na e lexojmë këtë Kur'an dhe e kanë lexuar Kur'anin, domethënë na kanë transmetuar këtë Kur'an gjenerat pas gjenerate, domethënë njerëz të ndryshëm, të njëjtit transmetues që na kanë përcjell Kur'anin janë të njëjtit që na kanë përcjell sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kush e studion pak më thellë shkencën e hadithit, por ndoshta nuk është edhe vendi edhe koha me sharu disa prej gjërave, sepse vetëm duke vështru ose duke mësuar rreth mënyrës se ata na kanë përcjell hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë njeriu nuk ka asnjë dyshim, nuk mund të ketë asnjë dyshim rreth asaj nëse suneti është shpallur nga Allah azza wa jall, dhe se Allah azza wa jall e ka ruajtur sunetin çish e ka ruajtur Kur'anin, çish e ka ruajtur Kur'anin. Suneti që përmendet edhe ju, domethënë është shpallur nga Allah azza wa jall. Për arsye se Allah azza wa jall e ka shpall pejgamberët e tij dy lloj shpalljes, Kur'anin dhe dy ta sunetin, bila disa dietar ku e cituat ajetin Kur'an, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ai nuk flet nga hamendja e tij, ajo që ka buron nga ai ose që ka del nga ai është shpallje, ka thënë ajo që ka del nga ai, domethënë është
dy gjëra, do të thonë para është Kurani dhe dyta është Suneti, që do të thotë edhe Suneti është wahi, është edhe shpallje nga Allah Azza wa Jall. Mirë po, që Allah ka garantuar se do ta ruan Kur'anin, është patjetërsueshme që ta garanton edhe ruajtjen edhe Sunetit. Për këtë arsye edhe disa dietarë përmendin tek ajeti kuranor në surën Al-Hijr, ku thotë Allah Azza wa Jall: "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun", ne kemi zbrit dhikrin. Çka është për qëllim me fjalën dhikr? Me fjalën dhikr tek disa dietarë është për qëllim Kur'ani. Mirë po, fjala dhikr është më e përgjithshme. Për këtë arsye, fjala dhikr ka ardhur edhe në kuptim të Sunetit disa prej citateve. Për këtë arsye thënë fjala dhikr përkujtuesi se edhe për kuptimeve të Sunetit, domethënë që i përkujton njerëzit është domethënë fjala Sunet. Për këtë arsye këtu kanë thonë dietar të ndryshëm që me fjalën dhikr është për qëllim edhe Kurani edhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, nëse dikush mund të më thonë që është për qëllim vetëm Kurani, atëherë i themi se ky Kur'an duhet më kuptu dyqysh. Duhet mënyra e domethënë kuptimit të tij ka ardhur në Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë edhe mënyra kuptimit, edhe mënyra e domethënë tafsirit të tij është e rujtë, se përndryshe nuk ka kuptim që më rujt vetëm Kurani si fjalë, ndërsa kuptimi i tij ose domethënë komentimi i tij mos më rujt. Kjo nuk ka domethënë nuk mundet me pas kurfar kuptimi të saktë, përderisa domethënë dikush e beson vetëm që në ka ardhur Kurani, ndërsa Suneti nuk është devijuar ose njerëzit domethënë kanë shpik diçka ose të ngjashme. Mirë po, nëse kthehemi në atë historinë se çush na është përcjell Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë vetë njeriu mundet me i flak këto dyshime. Unë ndoshta do të përmend këtu që kam kujtuar tash, domethënë pe gjërave që dietarët e hadithit kanë dhënë kontribut të madh në rujtjen e Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë më përmend shumë gjëra. Po do më përmend vetëm disa ngjarje, në sajtë këtyre ngjarjeve mundet njeriu me vërejt për shembull se çfarë angazhimi, çfarë kontributi kanë dhënë dietarët. Yahya ibn Ma'ini ka qenë një dietar i madh i hadithit. Ka qenë bashkëkonik me Imam Ahmed ibn Hanbalin dhe bashkëkonik bashkë me Ali ibn Medini. Këta të tre gjithmonë kanë shkuar bashkë. Shekhu e tyne ose hoxha e tyne një farë mënyrë ka qenë Ali ibn Medini. Mirë po, kur kanë shku me mësut e djetar, ka shku bashkë dhe është shu Yahya ibn Ma'ini me ata se ka qenë për atyne që mas shumë ti ka shkru hadithet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bile tregohet në biografinë e tij se thotë kam shkru me dorën time 1 milion hadithe. Nuk është për qëllim 1 milion hadithe, domethënë mirë po është për qëllim 1 milion transmetime. Se një hadith mund të më pas një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mund të më pas ndoshta 10 rrugë transmetimi ose 20 rrugë transmetimi, ndoshta 50, ndoshta edhe më shumë. Imam Yahya ibn Ma'in një herë thotë ka shku tek domethënë kanë qenë te Abdul Razzaq as-Sanani. Abdul Razzaq as-Sanani i cili ka librin al-Musannaf, ka qenë edhe hoxha këtyre të treve. Ka shku atje me dëgju hadithe me tij. Në ndërkohë domethënë Yahya ibn Ma'in kishte marrë një fletushk, aty i kishte shkruar disa gjëra, edhe e shikonte ata vazhdimisht. Kur i afroheshin njerëzit atij me shikues se çka ka shkruar, pikujt po transmeton, thotë domethënë transmetuesi tregon se ai e fshehte ata, nuk e jo sqaronte të tjerëve, ose nuk jo tregonte atë domethënë shkresë ose atë fletushk të tjerëve. Derisa i erdhi Imam Ahmedi ose dikush tjetër aty afër dhe pyeti çka ke shkruar aty, që shpjegon të tjerëve. Thotë këtu e kam shkruar hadithin Anas ibn Malikut. Mirë po, Anas ibn Maliku ka pas shumë transmetues që kanë transmetuar pe tij. Disa prej tyre kanë qenë njerëz të jo të besueshëm. Pe këtyre që kanë qenë jo të besueshëm, Aban ibn Abi Ayyash. Ky Aban ibn Abi Ayyash thotë kur kanë transmetuar nga Anas ibn Maliku, domethënë kanë transmetuar hadithe të dobta ose shumë të dobta. Thotë kam shkruar këtu që mos më ardh dikush pastaj dhe domethënë ka qenë një numër po i madh i haditheve që janë transmetuar nga Anas ibn Maliku ndërmjet këtyre transmetuesit të dobët. Thotë kam shkruar këtu në këtë fletushk edhe i mësoj përmendsh për që më vonë mos të më jetë dikush edhe më thonë se këto hadithe janë nga Thabit el-Bunani nga Anas ibn Maliku. Thabit el-Bunani ka qenë nxënësi më i shohur i Anas ibn Malikut. Për atyne domethënë dietarëve të mëdhenj edhe dietarët më i badexhive që kanë qenë atko
dhe njëkohësisht domethënë është prej aty në nxënësve më të shuar të Enes ibn Malikut. Domethënë këta dietarë përveç asaj që na kanë rujt, kanë mësuar edhe hadithe të dobta ose shumë të dobta, sikurse fjala e Imam Buhariut di përmendsh 100.000 hadithe të sakta, 200.000 jo të sakta. Pastaj kur kanë shku për shembull tek hoxhallarët e tyre, ata i kanë pyet për shembull rreth transmetuesve ose ata i kanë pyet nga kush ka dëgju. Mirë, po fillimisht kanë kërkuar nga ai që të tregon se kush është ai, në cilin vit ka lind dhe kur e ka taku hoxhën e tij. Dhe në qoftë se për shembull është vërtetuar se filan hoxha ose filan transmetuesi që kanë shku tek ai me dëgju petina, kanë vërejt se ai ka pretenduar se kanë dëgju nga dikush, ndërsa këta kanë vërejt për shembull se ai nuk e ka taku fare këtë transmetuesin tjetër, ai tjetri ka vdek para se ky me lind. Për këtë arsye ka ndodhur që shpesh herë nëpërmjet historisë, nëpërmjet biografisë, nëpërmjet detajeve të shumta, sidomos lindjen, datën e lindjes, datën edhe të dëgjimit të kështu me radhë, i kanë vërejt se kush është gënjeshtar edhe kush nuk është gënjeshtar. Edhe rasti i Khatib el-Baghdadit, kur i ka ardhur ato që futet e Medinës, ose po të ndonjë vendit, ka thonë neve e kemi letën e Muhamedit sa që na ka liruar nga xhizje. Pastaj me anë të datave e ka vërtetuar se ishte transmetuar nga Saad ibn Muadhi, i cili ka vdek para se me ushtriru Hajberi dhe do thonë kanë qenë shumë të përpikt në këto çështje. Pastaj disa e kanë kushtëzuar dhe me pas jo vetëm mundësi me u taku, po e kanë kushtëzuar edhe takimin mes transmetuesve për të qenë senedi i lidhur dhe jo i ndërprer. Po. No, pastaj edhe shumë gjëra të tjera, po nështë ky podcast domethënë nuk e përballon një namazgjanuar, po tregu se me të vërtetë është bërë një punë madhështore, të cilën disa orientalistë e quajnë mrekulli nga dietarët e hadithit për me ruajtur këtë, edhe kjo është vetëm se një realizim i asaj që Allah e ka premtuar se do ta ruan shpallën në këtë shpallje. Në një formë është Kurani, në formë tjetër Suneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtë vetëm për qëllim që ta kenë qartë ata të cilëve ndoshta dikush po mundohet që me ua bë të dyshim çështjen e Sunetit, edhe nëse vetëm pakës kthehen tek librat do të shohim me të vërtetë momente që e vërtetojnë angazhimin e paepur të dietarëve të hadith për ta ruajtur, se edhe kanë qenë shumë të rrept, në veçantë Yahya ibn Ma'ini ka qenë shumë i rrept në vlerësimin e atyre transmetuesve. Nëse ka pasur ndonjë veprim që nuk i ka hije një transmetues të hadithit, më njëherë ndoshta e ka vlerësuar si një transmetues i dobët. Po, ka qenë Yahya ibn Ma'ini në historinë, domethënë hadithe një disa prej dietarëve të cilin ka qenë më rigoroz se sa të tjerët. Sikurse Yahya ibn Ma'ini ose sikurse Abu Hatim al-Razi dhe Yahya ibn Sa'id al-Qattan dhe të tjerë. Po ndoshta më fut pak më thellë, po veç desha diçka me tregu, ndoshta që njerëzit ndoshta as që u shkon mendja për shembull që mundem me pas sot libra të tillë. Që domethënë ne kemi mësuar rreth aty në librave për shembull, ka libra të caktuar të cilët i kanë përmbledh vetëm biografinë e transmetuesve të 6 koleksioneve. Ka libra, domethënë ata 6 koleksionet, domethënë Buhariut, Muslimit, 4 sunenet, domethënë ka aty me mira transmetues. Pastaj Imam Buhariu në librin e tij në Tarikhul Kabir, për shembull, treguat se aty prej 9.000 ose deri në 11.000 transmetues janë vetëm në librin e tij. Domethënë që Imam Buhariu i ka përzgjedhur atë transmetues, nuk e ka përmend të gjitha biografitë. Domethënë libra të caktuar rreth për shembull rreth transmetuesve të një vendi të caktuar, sigurisht se Tarikh Bagdad, historia e Bagdadit, që njerëzit shumica njerëzve ndoshta mundën me perceptuar se është një histori që tregon se si u zhvillua Bagdadi, në vërtetë është historia e transmetuesve ose njerëzve dietarëve që kanë jetuar në Bagdad ose që kanë ardhur dhe kanë dalë prej Bagdadit aty ose të Damaskut, Sicilit, domethënë ka libra të ndryshëm
saqë dietar, domethënë aq thellë kanë shku, kjo vetëm për me tregu njerëzve se domethënë do të më kon i qetë në ata se domethënë hadithe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na ka ardhur hadithet e sakta, domethënë kanë ardhur dhe nuk do të më pas kurfar dyshimi, dhe dietarët janë ata të cilët i kanë dalluar hadithet e shpifura nga hadithet e sakta, dhe domethënë kanjëherë ka ndodhur një shprehje ose një transmetues, për shembull dietarët, sikurse Khatib el-Baghdadi ka një libër, është i botuar libri, domethënë emrat e transmetuesve të cilët i kanë emrat e njëjtë, emrat e baballarëve të tyre të njëjtë, emrat e gjyshve, pashtë edhe kunjen e kanë të njëjtë, el-muttafiq wal muftarik quhet. Domethënë pse se domethënë kur dikush e lexon një varg të transmetuesve, tash vjen edhe domethënë thotë që ky transmetues është i dobët, ndërsa ai është ngatruar me një transmetues se si ne ka të njëjtin emër, me të njëjtin emër. Dhe ai tjetër mund të qenë i besueshëm. Domethënë dietarët është thellë ose në detaj që kanë shikuar, saqë edhe kanë shkruar libra të caktuara që njerëzit domethënë sa vetëm me lezu emrat e njerëzve, ndoshta diku i dhan koka, ndërsa ato studione jo për probleme, për shembull që e shohun sot në përkthimin e librave të hadithit. Ndoshta sened, domethënë me siguri se senedi në kohën e kaluar e ka luajtur atë rolin kyç për me dallu sa është autentik, a është sahih hadith apo nuk është. Sot për shembull nëse përkthehet libri, edhe nëse vetëm fillojmë me numëru ato që janë sened, ka dëgjuar prej këtij, ka transmetuar prej këtij, me të është një lloj lodhje. Para mendoni se ata në detaje e kanë njohur gjendjen e secili prej këtyre transmetuesve, kanë qenë të njohur me biografitë e tyre dhe ku kanë udhëtuar, për të cilët dhe hoxhallar shujux kanë mësuar, kush kanë qenë nxënësit e tyre, këto i kanë ditur në detaje. Ndërsa ne nëse vetëm fillojmë me i lexu, do shta pas një kohë të shkurtër lotemi. Ajo është vetë edhe një detaj, nëse më lejohet, se ndoshta bëjmë mos pengarkoj, vetëm se për shembull kanë qenë disa transmetues të cilët ka fundi jetës së tyre, domethënë kanë nisur me kop skleroza, që quhen al-mukhtalithin. Këta ikhtalat alayhi ose domethënë të ngjashme, kanë fjalë të ngjashme, domethënë këta kanë qenë transmetues të cilët domethënë kanë su një farlloj ndryshimi në mbamendjen e tyre, ose për shkak të pleqërisë, ose për shkak të ndonjë kaderi, në ndodhi që ka ndodhur diku në përshëndetje, ose ju kanë djeg libraria ose biblioteka e tij, që tregohet për disa prej transmetuesve. Tash dietarët domethënë kanë shkruar edhe libra për me sqaruar se në periudhën, për shembull ky një vit, 2 vjet para se me vdek, domethënë ka qenë i besueshëm. Dhe kur ka transmetuar hadithe, kanë qenë ato hadithe të besueshme. Mirë po, mas asaj periudhe kur e ka kapur skleroza ose ajo, domethënë gjendja e tij që ka pasur ndryshim gjendja e tij, atëherë domethënë ka nisur me harru. Dhe dietarët domethënë kanë ardhur dhe kanë shkruar këto libra për me treguar se cilët kanë qenë transmetues, të cilët kanë transmetuar në periudhën para se me kap kjo sklerozë, cilët janë pas këtyre edhe cilët kanë qenë në këtë dy gjendet të cilët kanë transmetuar. Pse vetëm të tregu se ata të cilët kanë transmetuar për shembull para se me kap kjo sklerozë, domethënë pranohet hadithi i tyre, ata të cilët që kanë transmetuar pas kësaj skleroze, nuk pranohet hadithi i tyre, ata të cilët kanë transmetuar në të dy gjendet po ashtu e kanë refuzuar hadithin e tyre. Domethënë këto, domethënë gjëra të imta. Tash kur kanë shku edhe domethënë gjërat e imta, edhe për shembull dietar të ndryshëm, për shembull kanë libra të caktuar vetëm rreth kur ka vdek dietar të ndryshëm. Ibn Zabara ka një libër Wafiyatul Ulama. E ka një libër Wafiyatul Ulama, domethënë krejt dietarët edhe transmetuesit e hadithit kur kanë vdek. Për me të rregull ndodh, aty ka mendime të ndryshme, a ka vdek në këtë vit apo në vitin tjetër. Dhe shpesh ndoshta dallimet janë të mëdha që kanë ndikim, por dietarët edhe këtë e kanë pas parasysh. Ona se kanë qëllimisht këto për me tregu se domethënë njerëzit të cilët janë marrë të jeta e tyre i ka shku me këto gjëra. Domethënë për njerëzit e tjerë janë pa arsyeshme ose të panevojshme, pse më marr me gjithë këta. Atëherë kjo tregon se domethënë se hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është hadith, domethënë është shkenca e vetme që edhe orientalistët e kanë pranuar që është shkenca më madhore që nuk ka ndodhur në histori të njerëzimit, me pak si shkencë që ka në detaje më marr me transmetues, me gjërat në detaje. Thonë qoftë edhe për një shprehje caktuar, domethënë kanë shkuar dhe kanë marrë udhime të
Gjatë. Se ka pas shpjegime të fjalëve të panjohura. Pastaj në shumë aspekte është bërë hizmet suneti pejgamberit sa nga dietarët, edhe inele harijalen si ka thënë njëri. Me të Allahu do të bën disa njerëz që ta mbrojnë këtë sunet dhe ta bartin deri tek gjeneratat në ardhmë. Hoxhë nderuar, njerëzit kur flasin për sunetin, shpesh herë thonë ne duam pejgamberin e sa. Cila është mënyra më e mirë që njeriu ta vërteton dashurinë që e ka ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Secili është prej njerëzve ose spaku muslimanin përgjithësi, i cili thot la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, e ka një dozë të dashurisë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kjo varet, domethënë dashuria edhe urrejtja janë që dallojnë. Domethënë dallojnë njerëz njëri për njerit, po ashtu edhe njeriu në periudhë caktuar mundet që me dash dikon për shembull më shumë se sa ma vonë, për shembull ma vonë i zbehet ajo dashuri. Domethënë se dashuria dhe urrejtja janë për gjërave të cilat domethënë bën që me pas dallim njeriu për njeriu, po edhe vetë gjendja e njeriu në periudha të caktuara kohore. Tash qysh me vërtetu njeriu që e don dikon, po edhe për shembull në jetën e përditshme. Nëse dikush thotë e du babën edhe nënën tjetër për shembull është ai i cili i rrahe, i ofendon, nuk i sillet mirë me ta. Atëherë njerëzit në jetën e përditshme thonë ti vesh po pretendon se nuk e vetë në se letë don babën edhe nënën ose dikon dashurinë në sjelljen tënde. Po, në sjelljen tënde. Domethënë edhe tek njerëzit e thjeshtë, domethënë kjo në jetën e përditshme tregon se ata e kanë një farë lloj kriteri të vlerësimit se apo don apo nuk e don. Personin e caktuar. Dhe kjo po ashtu edhe ka të bëjë me dashurinë tonë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai i cili thotë që e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është ai i cili domethënë i nënshtrohet urdhave të tij, largohet prej ndalesave të tij. E don ato çka e don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ka ndonjë mospajtim ose ndonjë çështje atëre kthehet tek suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qayyim rahimahullah në fjalët e tij kur komenton ajetin kuranor fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Thatë pasha Zotin tënd, ata nuk kanë besuar derisa të mos të bëjnë ty gjykatës me sa të thonë çka ka ndodhur mes tyre dhe pastaj mos të ndjejnë në vetën një fallë shqetësimi, një fallë domethënë paknasie në asaj çka ke gjyku. Domethënë thotë Ibn Qayyim rahimahullah edhe bilësisht të dorëzohen, thotë Ibn Qayyim rahimahullah se këtu thotë vërehet njeriu. Domethënë sa njerëz kishin dashur thotë që filan dispozita mas me ekzistu. Sa motra e cila domethënë është urdhëruar me mbulesë, ndoshta kishte dashur që Allah azza wa jall mos më obligu mbulesën ose mos marrë në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose gjëra të ndryshme, domethënë dispozita të ndryshme të cilat vijnë ndeshme me epshin, me egon, me ideologjinë ose me kulturën ku ajo është rrit. Domethënë sa njerëz ka të cilët ndoshta në aspektin e jashtëm është që i nështrohet, sepse detyrohet. Mirë po në aspektin e brendshëm sigurisht është një farë paknasie ndaj asaj çka ka ardhur në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ajo që na shëron neve më shumë është ajeti kuranor që ajeti që është i sprovës. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ai ku thuan nëse doni Allah azza wa jalla atë pasoni mua. Po edhe domethënë pasimi ose juve Allah që të dhënë nga Allah. Domethënë nëse doni Allahun azza wa jalla, do të më pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po edhe kush e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ne shpesh kur flasim për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndoshta kuptimi i asaj që është zbatimi i sunetit është i pjesërisëm. Ndërsa tek besimtari sunetin e kuptojmë si një tërësi, e si ja përfshin siç e tham edhe akiden, edhe adhurimet, edhe moralin. Prandaj ndoshta sot kemi nevojë që vetëm përveç se me historisë me ibadete që i ka pejgamberi sa, me historisë vetëm me vlerat morale që i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Buzëqeshja e tij vazhdimisht me njerëzit, domethënë aftësia e tij që të jetë çdo herë i pranishëm në shoqëri. Kjo është diçka që sot njerëzit kanë nevojë.
që udhëheqësit e tyre, liderët e tyre, me qenë të pranishëm. Pejgamberi sa në çdo moment ka qenë pjesë e asaj shoqërie që e ka ndërtuar. Nuk ka munguar. Edhe kjo është pjesë e sunetit. Nuk është vetëm pjesë e sunetit që unë ti falja të 12 recate që na ka rekomandu pejgamberi sa të falim namazin. Këto këto ibadete madhështore, por kemi nevojë, siç e tha një dietar, për atë sunetin shoqëror, që ne të jemi produktiv, edhe të jemi njerëz që e bëjnë ndryshimin në shoqërinë ku jetojmë, që njerëzit ta bëjmë të dashur sunetin, se kur na shohin neve, se sa jemi vazhdimisht në shërbim të popullatës edhe i bëjmë ato vepra të mira që nuk janë vetëm individuale, por janë me efekt të kolektiv, domethënë që ndikon në xhamatin edhe në bashkësinë, atëherë ato ja referojmë sunetit, se këtë e bëjmë sepse kështu ka qenë suneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Amen. Padyshim se, më thonë, suneti që përmend më herët është tërësi. Sidomos sot ka neglizhencë të, më thonë, të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se për të ketë aspektit moral. Më thonë, njerëzit ndoshta dikush ndoshta koncentrohet më shumë në atë aspektin e përgjithshëm ose aspektin e dukjes, pamjes ose domethënë të bërjes së asana disa prej suneteve që kanë ardhur në hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Padyshim se ato janë pjesë e sunetit. Janë racina. Janë kurora mbi kokën tonë që ne i respektojmë, nuk mirë, po muslimani, besimtari, është ai i cili së pari, domethënë do të më thonë ai i cili më mundu me pas moralin si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo me kanë për atyne të cilët dhe më thonë për një çështje të vogël pastaj shpërthen ose fëndon të tjerët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu nuk ka qenë. Po ashtu edhe ajo që përmendet ju, dhe më thonë njeriu me mujt me u shërbi të tjerëve, dhe sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si pjesë të davetit të tij ka qenë që dhe më thonë është marrë me njerëz. Po do të thonë kjo është ajo që ka kërkuar prej njerëzve, do të thonë aspekti moral, aspekti shoqëror, aspekti jo me marr vetëm do të thonë me selektu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëm diçka se për shembull ngritjen e durrës ose diçka tjetër. Por suneti është më i gjon. Në rend të parë që kjo është ai i cili për shembull është rrit dhe nuk i ka përfituar këto vesat morale të mira. Më thonë këto, më thonë moralin e mirë nuk e ka, ndoshta dikush në atë aspektin familjar, ndoshta nuk është edukuar edhe as shumë. Kjo kërkon një farë kohë derisa ta mëson veten, derisa të largon ato veset e liga. Duhet me mundu veten e tina me këshir domethënë ai ka ashtu, domethënë i ka përvetësuar ato domethënë cilësitë dhe tipare morale, edhe a janë me të ngjashme apo dallojnë shumë prej ato që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse flasim realisht, domethënë suneti nga aspekti teorik, shumica e njerëzve ndoshta i dinë, edhe cilësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pamjen e tij, edhe mënyrën se si ka bëj ibadetin. Tash është momenti ta bëjmë atë hapin tjetër që ti mishërojmë apo ti bëjmë pjesë të jetës tonë të përditshme. Më shpesh kur lexoj jetën e walau kun tafadha ngalidha alqalbi lam faddu min hawl. Kjo duhet me na motivune të jemi domethënë të sjellshëm me moral të mirë, nga se mesazhi që e bartim ne si muslimanë që dojmë të kumtojmë të tjerëve është mesazhi i cili apo është misioni i cili është misioni i pejgamberëve. Ne qëllimi jon nuk është që shumica e njerëzve të shtim në xhenem, por qëllimi jon është që bashkë me neve me lejen e Zotit të him në xhenet dhe të shpëtojmë. E këtu shumë moment i rëndësishëm, në veçanti për thirrësit është mënyra se si sillemi, çfarë tipare morale kemi, a jemi të nxitojmë që hidhrohemi shpejt, që na kaplon nervoza, apo jemi për aty sikur se ka qenë pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu shpesh më kujtohet rasti kur ka ardhur ai nga mbrapa të pejgamberit e ka tërheq. Edhe ka thënë ma jep asaj që ta ka dhënë Zoti. Pa hyrje, pa ndjekje të protokollit, pejgamberi sa ka hidhrot jo. Ja jep. Edhe ti e din të kishte pas pasuri pejgamberi sa është mes dy kodrave, nuk ishin kalu 3 ditë pa e shpërndarë këtë në rrugt të Allahut. Domethënë kjo tregon se misioni i tij, qëllimi ka qenë që njerëzit të shpëtojnë. E kjo është një çështje që për të cilën shumë kemi nevojë ne
që e quajmë vetës predikues të thirrës që këtë element ta instalojmë në mënyrë se si e predikojmë edhe si i thrasim njerëzit në islam. Nëse ato shohin kundërshtim mes fjalëve tona dhe veprave tona, kjo është një element që njerëzit dal nga dal i largon. Ashtu është. Sahih. Allahu subhanahu. Hoxhë nderuar, suneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Si është kontributi i tij në ruajtjen e unitetit tek muslimanët. Ne e cekëm pak në fillim, por a është suneti për qarës, sigur se në akuzojnë disa njerëz, apo është për kundrazi e kundërta, suneti është ai i cili unifikon edhe i bashkon njerëzit. Këtu vetëm nevojitet një fik rreth sunetit. Me pas fik çish me kuptu sunetin. Se secili pretendon se diçka është sunet. Kjo është sunet, kjo është sunet. Për këtë arsye duhet me pas një fik çish kanë pas dietarët fik, domethënë kuptimin e sunetit në formën çashtu çish është ai. Se kanjëherë mendohet për diçka që është sunet, në vërtetë nuk është sunet. Unë për i përmendi diçka që kam përmendur dietarët e usul fikut rreth veprave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtu nganjëherë kush nuk e kupton këtë, mundet me pas keq kuptime rreth sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë se veprat që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë disa lloje. Lloji i parë është veprat të cilat i ka bëu ai që kanë qenë sipas zakonit të popullit të tij. Domethënë këtu kam përmend për shembull veshja e izarit. Izari ajo far pjesa prej poshme dhe ridas, pjesa e sipërme. Domethënë kjo është ose domethënë çka ka në një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka pas zakon ose domethënë ka me shpërtheku këto domethënë këtë pjesën e përparme. Kjo është domethënë çka të bëj me zakonin e popullit të tij ose domethënë flokët e gjata. Edhe këtu hyn domethënë që zakon arabët kanë pas zakon me pas flokë më të gjata. Tash në këtë rast kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka vepruar disa vepra të cilat ka vepruar për arsye se populli i tij kanë qenë domethënë kanë qenë zakon adet i popullit të tij, atëherë nuk është e ligjësuar, kanë thënë dietar që na me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këto. Për arsye se i ka vepruar në saje të zakonit adeteve të popullit të tij. Për këtë arsye ka herë edhe pe jo muslimanëve ose islamofobëve na akuzojnë për shembull që pse domethënë sipas juve duhet më kthy edhe një herë në kohrat e mëhershme me hyp mbi deve dhe me vesh kështu, me vesh ashtu, dhe me ai i cili kupton drejt sunetin e pejgamberit alayhis salam atë i çatsohet kjo. Domethënë janë disa vepra të cilat pejgamberi alayhis salam i ka vepruar në saje të zakoneve adeteve, sikurse që i tregua disa vetyne. Për këtë arsye në këtë rast kanë thonë nuk është sunet me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këto vepra. Bile disa dietarë kanë konsideruar që është bidat me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Vjen dikush për shembull thotë se unë është sunet që mi mos flokët e gjata. Dietarët përmendin që shumica dietarëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vepruar këta në saje, domethënë në bazë të zakonit edhe adeteve që ka pas populli i tij. Për këtë arsye kanë thënë nuk është e gjësuar që na me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë rast. Ky është një lloj i domethënë veprat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lloji i dytë është që disa vepra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vepruar në saje të natyrshmërisë së tij njerëzore, sikurse ngritja, ulja, qëndrimi e kështu me radhë. Këtu domethënë janë të natyrshme, sikurse njeriu, fjetja dhe kështu me radhë, përveç nëse në disa raste për shembull ka ardhur diçka që na tregon se ka bëu një gjë të tillë dhe konsiderohet ibadet. Kanë thonë edhe në këtë rast. Ushqimi një lloj ushqime të ndryshme. Një lloj të ndryshme të ushqimit. Nëse nuk i ka, po që nuk e ka ardhur kjo, domethënë se sunet është me praktikë ato ushqim. Po. Kjo është pjesë e natyrës njerëzore. Po, pjesë e natyrës njerëzore. Treta kanë thonë janë disa vepra të cilat kanë qenë posaçme vetëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sigurisht martesa më shumë se sa 4 gra dhe që ka qenë obligative për të namazin natës dhe disa veprave të tjera, atëherë për ne është ndaluar me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ato vepra. Janë disa vepra të tjera të cilat janë lloji tjetër është sharruese të ose obligimeve ose gjërave të cilat janë mustahab. Për shembull
ka ardhur hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli. Faloni, ka ardhur në mënyrë urdhërore, që ashtu siç më kemi pa mua duke fal. Dhe pastaj ka ardhur në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kush fal kështu, ka thonë këtë rekat kështu, ka bërë sejdën, ka bërë rukun, ka bërë këto veprime, ka thonë këto dua se kështu ka lexuar Kur'an. Atëherë themi në këtë rast varësisht prej asaj që kjo domethënë pas sharan, domethënë atëherë e merr hukmin asaj në të parës. Nëse ajo e para ka qenë vajib, edhe këtu sharimet janë vajibe. Nëse ajo e para ka qenë sunet, edhe këto të tjerat janë sunete. Dhe e fundit kur domethënë sunetet e tjera ose veprimet e tjera të cilat kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e në këto raste mesela dietarët kanë mbështetime se a janë vajibe apo janë mustahabe, disa kanë thënë janë mubah, janë thënë të lejume, që mendimi më i saktë është që janë mustahabe, domethënë veprat e tjera, po domethënë ai i cili i kupton mirë drejt këto çështje, atëherë mundet me ditë për shembull se një vepër ose një fjalë ose një diçka që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është sunet apo jo. Domethënë fillimisht na duhet me vërtetu a është sunet apo nuk është sunet. Jo çdo gjë që e lexon. Pastaj ta shikojmë çfarë kategorie të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është se harrova edhe në domethënë atë çështjen që për të cilën ishim duke folur, po kisha dëshirë për muhabet biseda ishte rreth asaj se nëse dikush vetveten e thirr si praktikues i sunet apo ndjekës i sunetit, ai do të bëhet çmos që ta ruan identitetin e muslimanëve. Ashtu, po. Se shpesh ne ndoshta i akuzojmë të tjerët nëse nuk pajton për ndonjë sunet që ne e bëjmë, edhe automatikisht ndoshta edhe i etiketojmë ndonjë emër jo të përshtatshëm, ndërsa realiteti ose ndoshta ai nuk e të din atë librin e Sheikhul Islam Ibn Taymiyah Raful Malam alam kur flet për ata disa imama, do hadithe kanë në mënyrë domethënë jo autentike, prandaj nuk i kanë praktuar apo i kanë marrë për bazë veprimet e sahabëve që i kanë llogaritur si më të ditur dhe që më mirë ka njohur sunetin e pejgamberit. Dhe këtë janë këto arsyetime që ne duhet me i pas parasysh para se ta marrim hapin që ta etiketojmë apo ta akuzojmë dikën se nuk e do sunetin. Po, domethënë në të parën e sharova pak a shumë, domethënë që mas pari më vërtetu a është diçka është sunet ajo. E dyta, pasi që të vërtetojmë se një gjë e tillë është sunet apo jo. Domethënë ka nganjëherë mospajtime ndërmjet dietarëve rreth çështjeve të caktuara që është e natyrshme pas mospajtime rreth tyre për çështje të fekut, jo për çështje të besimit. Për këto çështje të fekut, domethënë dietarët kanë dhënë rregulla, kanë sqaruar domethënë çështje të ndryshme rreth mospajtimeve të dietarëve në çështje të fekut, se këtu njeriu duhet të pas gjoksin e gjerë. Nuk do të më kon pe aty në që i sheh çështet shumë ngushtë dhe mendon që mendimi i tij është më i saktë dhe ai është i vërtetë edhe nuk ka ndonjë mendim tjetër i cili domethënë duhet me kundërshtu ata. Nëse ka më shumë se sa një mendim, në çështje të namazit, të ibadeteve të ndryshme. Ta shpjegojmë se këto biseda nuk janë biseda të njerëzve të thjeshtë, por biseda të dietarëve. Ashtu. Se kur ngritet niveli i bisedës në mesin e dietarëve, në mesin e njerëzve që kanë njohuri, atë shumë lehtësohet edhe do të thonë zbutet toni dhe nëse zbret më poshtë tek njerëzit që ndoshta nuk kanë shumë njohuri, atëherë edhe shpresohet edhe armiqësia krijohet kështu. Faqet ndërprerje. Domethënë në këto çështje të cilat domethënë që janë mos pajtime ndërmjet dietarëve, atëherë njeriu do të më pas gjoksin e hapur. Ai tjetri e ka atë mendim. Ndoshta mas një kohë edhe ty duke studiuar pak më shumë, për thëmë për hoxhallar ke vlen pak më shumë, për arsye se ata janë të cilat mund të arritë këtë një përfundim i caktuar, për arsye se i kanë ato predispozitat që domethënë arrit deri atje, domethënë din usul fikun, din gjuna arabe, kanë studiuar shumë shkenca dhe mund të marrë një konkluz. Mas një kohë ai vet mund të ndryshojë atë mendim. Domethënë ka pas një mendim, pastaj ndryshon mendimin për arsye se i ka qorcuar argumente ose në sajt e disa rregulla. Për këtë arsye janë disa rregulla që dietarët i kanë sqaruar dhe përmendet edhe atë domethënë librin e Ibn Taymiyes rahimahullah, i cili ka fol gjëra gjatë domethënë rreth kësaj çështje dhe ku tregon se fillimisht se asnjë prej dietarëve të mëdhenj
domethënë imamët mëdhëbeve apo edhe pasues të imamëve të mëdhëbeve, asnjëri prej tyre, sidomos për imamët e mëdhëbeve, thotë Sheikhul Islam, asnjëri prej tyre nuk e ka pasur qëllim me kundërshtu ose me refuzu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ka ndodhur atëherë për disa shkaqe dhe arsye. Shkaku i parë është se mos pari, domethënë nuk e ka arritur hadithin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka mundësi që ka arrit, mirë po tek ai ka qenë hadith dhaif, ndërsa tek tjerë ka arrit në mënyrë transmetime të sakta. Dhe ose ka mendu për shembull se filan hadithi pejgamberit alayhis salam është i saktë, mirë po nuk është argument për filan meselën për të cilën domethënë do debatohet, ose është i derogum, ose ka ardhur ndonjë hadith tjetër i cili domethënë kur ka ardhur atëherë do të më bëj bashkë dy hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka një farë lloj komentimi pak më ndryshe. Pra nuk e ka lënë qëllimisht asnjëri prej këtyre domethënë imamëve të mëdhenj asnjë hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po suneti domethënë edhe në raste të caktuara që jam përmendur në fillim, domethënë nganjëherë në një vend ose tek një popull ose tek disa prej njerëzve të cilët nuk e mësuar me pa diçka në që në vërtet është një prej suneteve të pejgamberit alayhis salam ose kanë marrë ndonjë fetva të ndryshme, atëherë do të më pas kujdes se çysh pe praktikon ose çysh pe plason atë çështje, për arsye se kjo ndoshta mund të shkaktu pa rregullsi, domethënë pa qartësi ose ngatërrim tek njerëzit, për arsye se ata janë të paditur, do të dalë ngadalë. Nga një herë që përmend të rastin Imam Mahmedi, domethënë ka një mund të lind disa prej aty në suneteve, në mënyrë që muslimanët me kon tonifikuar. Po prapse në çështë kthimi të ai hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me yaish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira. Ai cili jeton për juve, domethënë pas meje ka me pa shumë mos pajtime. Aleikum bi sunnati, po kapni për sunetin tim. Që do të thotë, do të më koni një fapike referencë ku njerëzit kthehen. Se ka me pas mos pajtime të ndryshme rreth kuptimit të hadithet pejgamberit alayhis salam ose edhe në akide për shembull. Fein tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nëse keni mos pajtim rreth diçka atëherë ktheni te Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të më pas një farë pikë referencë i cili na tregon rrugën e drejtë, edhe i cili tregon se çto është e vërteta. Atëherë kjo është pra suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po na përmendëm se edhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të kuptohet me ato rregullat e veta që kanë vendosur dietarët, do të thonë rregullat usul fiqh, rregullat e gjuhës arabe, kështu me radhë. Po pyetja e fundit, çfarë pasojë ka neglizhimi apo anashkalimi i sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për njëri që pretendon se është musliman, që është djegës i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Në qoftë se marrim atë kuptimin e parë, që domethënë suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kupton rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk kupton çështjet që janë vajib, edhe sunet, po nuk kupton edhe çështjet e besimit, atëherë ai i cili e neglizhon varësisht tash për neglizhimit të tij. Nëse e neglizhon në farfushë, nëse e neglizhon në çështjet e akides, e merr ideologjitë të ndryshme, atëherë kjo është rrezik me përfitu në mosbesim ose në hipokrizi ose ndoshta edhe në bidat. Mirë po nëse është në çështjet veprore, atëherë rrezik është që nëse dikush e neglizhon atëherë me përfitu edhe në gjinohe, domethënë në bërim të gjinohe, se ai i cili nuk e mëson ose nuk e praktikon ndonjë ndalesë ose nuk largohet nga ndonjë ndalesë që ka ndaluar nga ajo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë ajo domethënë nuk kupton që ai person domethënë ka hi në gjunah. E nëse e lën ndonjë sunet, atëherë nuk kupton që nuk ka bëu mirë, është e papëlqyeshme mirë, por nuk merr gjunah. Varësisht prej domethënë shkeleve që i ka bëu ai ose neglizhimit që e ka bëu. Prandaj është suneti është ndonjë ndalesë, nëse pejgamberi ka ndaluar diçka, kjo me dispozitën e ndalesës. Ka mundësi të qenë ose me kruh, e papëlqyeshme ose mund të ndodhë të qenë haram. Po. E varësisht prej asaj edhe është edhe dispozita që e vlen për atë person i cili e braktis sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Hoxhi nderuar, mos të marrim atë për kohë, po me shpresë që inshallah përsëri të takohemi dhe ta vazhdojmë bisedën. Tani të shpreh falënderim që more këtë rrugë dhe erdhe në Shkup për ta xhiruar këtë podcast. Ishte kënaqësi të vërtetë dhe unë shumë gjëra i mësova sonte dhe shpresoj që edhe shikuesit tanë
ta kuptojnë në mënyrë të drejtë sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ose ta kuptojnë ndësinë e sunetit për një besimtar në jetën e tij dhe ta kuptojnë mënyrën e drejtë se si duhet ta praktikojmë edhe për ta ndjekim rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu shpëlbeft. Allah të nderoj shumë. Allahu shpëlbeft. Allah shpëlbeft ju. Nërë shikues, ky ishte podcasti në Mejlis për këtë javë. Ju përshëndes, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.